Në vazhdën e regjistrimeve në shkollat e mesme për vitin shkollor 2026-2027, do të flasim edhe për interesimin e nxënësve, drejtimet më të kërkuara, kushtet e regjistrimit dhe mundësitë që ka ofruar dhe ofron shkolla e mesme e qytetit të Shkupit, Maria Kiri Sklodowska, dhe normalisht ta shohim se si kanë kaluar këto ditë aq eksplozive, do kisha me thënë, të regjistrimit. Për këtë tema do flasim edhe me përfaqësuesin e kësaj shkolle, profesorin Jusufi, i cili gjithmonë është i hapur për bashkëbisedime, padyshim për të informuar edhe ata semimaturantët, të cilët sadopak e kanë edhe në hamendje vazhdimsinë e shkollimit të tyre apo për zgjedhjen e profesionit të tyre. Mirë se erdhe dhe mirëmëngjes në këtë studio të re, Jusuf. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi që t'ju përgëzoj për së pari herë këtë studio të re, kundrejt asaj që ishte më e mirë se kjo. Ta shpresojmë se do e rikthejmë prapë. Po, ndonjëherë duhesh ta humbish mirën për t'ia ditë vlerën, edhe në këtë rast pikërisht ajo edhe na ndodhi. Mbaruan 2 ditë shumë të vështira, 2 afate në fakt, të vështira të qershorit, të cilet kanë përfunduar, si e vlerësoni procesin, sa kishte interesim, sa kishte vrull, sa kishte telashe, do i diskutojmë këto gjitha me radhë. Si kaluan këto 2 afate për ju? Pikë së pari herë do të kisha thënë që Maria Kiri Sklodowska gjatë këtyre 2 afateve të regjistrimit ka organizuar një lloj organizimi të profesorëve ku nuk e kemi pas edhe aq shumë të vështirë procesin e regjistrimit të nxënësve, për arsye se kemi dhënë ndihmësa të ndryshme të nxënësve që nuk kanë ditë të aplikojnë për regjistrim, i kemi udhëzuar dhe gjithashtu kemi aplikuar për ato nxënës në ato drejtime që kanë dashur të konkurrojnë. Po, sa i përket asaj, si ka vazhduar procesi, apo si ka përfunduar procesi afatit të regjistrimeve, ka qenë shumë i suksesshëm, duke u bazuar në numrat apo shifrat e nxënësve që janë drejtuar për tek shkolla jonë, tek drejtimet tona. Unë do e quaj si një sukses të shkollës gjatë këtij viti shkollor që do të filloj me 1 shtator. Sa nxënës kanë aplikuar dhe sa prej tyre janë pranuar, sepse e dim që duhet të kenë edhe kushte elementare si që janë pikët e shkollës së fillore, nëse nuk jam gabim, sa kanë aplikuar dhe sa janë pranuar deri tani? Aplikimi i nxënësve është me një numër maksimal që është parashikuar, domethënë, edhe para fillimit të regjistrimit të nxënësve, ku ka arritur shifrën gati 200 nxënës aplikanta që kanë konkuruar tek drejtimet tona, edhe sa i përket domethënë disa drejtimeve që kanë qenë për pranimin e nxënësve me 45 pikë, janë diku gjithsej 3 profile arsimore, drejtimi kimiko-teknologjik, ku ka qenë një interes i madh i nxënësve, i atyre nxënësve që nuk e kanë gjetë veten tek shkolla fillore, për arsye se nuk kanë mund me mësu realisht në për shkolla fillore dhe e kanë gjetë një mundësi tek shkolla jonë në për këto drejtime apo profile arsimore, ku normalisht që pranohen nxënësit që kanë relativisht nota mesatare. Sukses pak më të ullët. Po, domethënë, interesi ka qenë shumë i madh në secilin drejtim, për arsye se numri i nxënësve apo numri që është mbushur në për këto drejtime është një numër maksimal, dhe kanë vetëm disa vende të lira për nxënësit në vijim që besoj që dëshirojnë apo të bëjnë transferën nëpër shkolla në të ardhmen, atëherë mbetet të shihet. Po dhe nëse nuk ndodh një gjë e tillë, numri është i plotësuar. Po. Okej. Për cilat drejtime ka pas më shumë interesime në shkollën tuaj, sepse e dim që keni jashtëzakonisht shumë drejtime shumë të mira. Siç e ka më herët, drejtimet kimiko-teknologjike për arsye se vetë shkolla është një shkollë e lëndës së kimisë, ku gjenden edhe laboratorët e kimisë, gjithsej 8 kabinete, ku besoj që nxënësit më së shumti do të kenë interes për këto drejtime, mirë po nuk përjashtohet mundësia që zgjohet interesi edhe tek drejtimi i optikës, për arsye se është një prej drejtimeve i vetmi në maqeninë e veriut që ka paralele shqip që është në shkollën tonë. Edhe aty domethënë është një interes i veçantë tek nxënësit, po gjithashtu edhe nuk mungojnë edhe drejtimet shëndetësore, që janë drejtimi laborant medicinal, ku secili prej nxënësve është veçse më i njohur për atë drejtim, shkaku që veçse më i bëm dikun 13-14 vite veprim
në për këto drejtime edhe din paka shumë prej të kaluarës që i kanë pas të afërmit të regjistruar në për këto drejtime dhe din se paka shumë se çka ofron një drejtim si që është laboranti medicinal. Edhe për atë arsye nuk mungon edhe interesi në zonasve për çdo vit tek shkolla jonë. Afati i tretë parashihet sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në gusht. Apo? Besoj që do të ketë mirë, po do të jetë për disa nxënës që do të kenë provime klasora, po më relativisht nuk kam edhe shumë informata për afatin e tretë, mirë po besoj që afati i parë dhe afati i dytë dhe me thonë, interesi dhe me thonë nëse kanë interes për ndonjë pyetje apo diçka interes për me u regjistru, lirisht munden me ardhë që neve do t'ju japim informata pak më të hollësishme tek ata nxënës. Cilat kanë qenë kushtet esenciale për pranimin përpos pikëve që i përmenda, sidomos në këto lëndët dhe drejtimet pak më profesionale? Kushtet esenciale, sa i përket asaj se kushtet tjera përveç pikëve nuk ka pas, normalisht që dokumentacioni, dhe thonë që duhet regjistrohen. Nuk ekziston provim pranues dhe kanë të lehtë, më shkurt të themi. Mirë po, sa i përket asaj, ajo se çfarë ekziston një kusht që secili nxënës duhet ta ketë pikë së pari para regjistrimit tek shkolla jonë, është mirë që të dihet kimia, lënda e kimisë. Për arsye se janë disa substanca, eksperimente që bëhen tek shkolla jonë, mirë po janë disa gjëra bazike që secili nxënës besoj që i ka kalu tek shkolla fillore nëpërmjet arsimtarëve që i kanë shpjegu atë lëndë. Besoj që do të kenë njohuri për disa gjëra bazike për lëndën e kimisë. Çka e bën shkollën tuaj një zgjedhje shumë të mirë për seri maturantët? Shife, Këtë duhet ajo marketingu të futet dhe sales, shitja. Marketingu dhe me thonë është një pjesë shumë e rëndësishme për se cilin institucion. Se e përmende më herët se generata që kanë kaluar më herët ju kanë treguar, do me thënë edhe atë kanë bërë një faj marketingu. Është një lloj marketingu në veti, mirë po unë e them çdo herë që atë lloj marketingu e bëjmë vetë ne profesorët, se si sillemi me nxënësit dhe si punojmë me nxënësit. Do thonë, jo rastësisht bëhet edhe ai lloj marketingu nga ana e nxënësve që i kemi kalu tek shkolla jonë. Sa i përket asaj pse është shumë e mirë të zgjidhet shkolla jonë, është ajo se në vazhgën e njohurive apo informatave që i kemi në kohën bashkëkohore, e shohim që disa drejtime që janë profitabile janë shumë më të suksesshme për secilin nxënës, duke filluar domethënë prej lëndës prej drejtimeve kimiko-teknologjike, për shembull. E kemi profilin arsimor teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor. E dim se çfarë tema globale bëhet për ngrohjen globale, për cilësinë e ajrit, cilësinë e ujit. Domethënë, vetë këto informata i shtyn edhe nxënësit që ta zgjedhin edhe këtë lloj drejtimi. Mandej është drejtimi tjetër teknik për prodhime kimike dhe kozmetike. E dim se çdo influencer ka, domethënë, prirje që momentin që zgjohet prej xhumit, patjetër duhet të përdor kremra, preparate të ndryshme. Normalisht që disa prej nxënësve duhet të bëhen teknolog, se si duhet të prodhohen ato preparata apo ato kremra e kështu me radhë. Mandej është profili arsimor, teknik për laborant kimik. E që do me thonë është një drejtim ku ne nxënësit pajisem në njohuri, ku mund të punojnë për fabrika, sikur kontrollor të cilësisë së prodhimit. E kështu me radhë, me thonë, janë edhe drejtimet e optikës, që edhe vetë, me thonë, janë profesori asaj lënde dhe e shoh që momentin që secili nxënës prej moshës së vogël, domethënë prej moshës 3-4 vjeçare, e dim edhe ne se si shkon puna me telefonët, laptopët, televizorët. E dim se sëmundjet mund të paraqiten shumë më herët se sa që janë paraqitur, domethënë para 20-30 viteve. Normalisht që zhvillimi i këtij drejtimi është shumë më ndryshe se çka ka qenë, domethënë, më herët. Dhe është më i domosdoshëm tani, është më i kërkuar. Çdo i dyti, i treti ka nevojë, domethënë, për syze. Normalisht që zhvillimi i këtij drejtimi
qalon, dhe me thonë, sa i përket asaj se sa ka interes. Ka interes shumë ma shumë që të zhvillohet. Mirë po, me ato pak nxënës që i kemi, besoj që kemi korë sukses për arsye se për çdo vit, veç se më i kemi 2 nxënësa, 3 nxënësa që vazhdojnë drejtimin e optikës, ku punësojnë për optikat ndryshme, e që më kanë arrit deri në të futën në hierarkinë e asaj optike që kanë marrë titullin si zëvendës menaxher të disa pikave të një optike. Mandej është edhe drejtimi laborant medicinal, ku kuadri jonë VSM është i pakët në për një spitale, në për ambulantat të ndryshme, ku është një mundësi e artë për secilin nxënës që janë me sukses të shkollëqishëm, pas përfundimit të 4 viteve, besoj që nuk është, jo besoj, po jam i sigurt që për atë nxënës që pretendojnë të vazhdojnë këtë drejtim, nuk do të kenë, domethënë, hapësirë që të ndalen. Për arsye se do të kenë sukses në gjitha aspektet. Në gjitha aspektet, se janë të përgatitur mirë. E përmende edhe se nxënësit e juaj vazhdojnë, keni nga 2-3 nxënës që vazhdojnë të punojnë në profilet e tyre edhe me shkollën e mesme. Sa është e rëndësishme praktika profesionale, si dhe bashkëpunimi me kompani dhe me institucione, që këta fëmijë dhe këta nxënës të zhvillohen edhe më shumë dhe më një herë për gjithmonë ta përzgjedhin profesionin dhe punën e tyre të ëndrave? Është shumë e rëndësishme, jo pak, po është shumë e rëndësishme, për arsye se vetë nxënësi mandej e shef se çka duhet të bëj pas përfundimit të shkollimit. Se shumicën e rasteve ka, domethënë, disa drejtime, tash nuk po du të bëj rivalitet mes drejtimeve, po të tregoj diçka konkrete se çka ndodh, domethënë, me nxënësin në përdrejtime të përgjithshme. Momentin që vazhdon, domethënë, fakultetin ai VSM atëherë inkuadrohet në profesionin e vetë. Po, disa terminologji edhe këto pas përfundimit të shkollimit, apo gjatë procesit të mësimit, besoj që është shumë e rëndësishme të shife se çka do të bëhet me drejtimin e tij, çka do të punohet, ku do të zhvillohet drejtimi i tij. Edhe momentin që nxënësi e shef se duhet të punoj këto, aty në këtë fabrikë apo në këtë ambulant, ai VSM nuk pajiset vetëm me njohuri teorike, pajiset me njohuri praktike që ndihmojnë edhe në motivin e nxënësit. Normalisht që e shef se edhe me çka do të ketë, me çka do të përballet, me çka do të punoj, e për atë arsye besoj që në vazhdimsi jemi duke u mundu që këto gjëra t'i zhvillojmë shumë ma shumë se sa bazën, dhe me thonë, që e morin në teori. Dhe me thonë, të kemi sa më shumë bashkëpunime me kompani të ndryshme, që të mundet, dhe me thonë, se cilin nxënës të ketë një lloj prejkje të vogël të se cila kompani që ta shoh se... Bashkëpunimet të mira i keni me kompani dhe me institucione? Dhe me thonë, kemi bashkëpunime me shumë kompani të ndryshme, duke fillu prej ato private edhe ato shtetërore. Dhe me thonë, kemi laborantët medicinal që dërgohen në spitalin shtetëror, po mandej dërgohen drejtimet kimiko-teknologjike që janë laborantat kimike, teknik për pëllime kimike dhe kozmetike edhe teknik për ambientin jetësor, dërgohen në për fabrikat të ndryshme, dhe me thonë, edhe në për laboratorit të ndryshme, edhe më së shumti, dhe me thonë, të ato private, ku kanë qenë, dhe me thonë, të kuka komerci, kanë qenë, dhe me thonë, të kompanit të ndryshme të më të mëdha, laboratorisi që janë Avicena, e kështu me radhë. Dhe me thonë, janë disa kompani që kemi një lloj bashkëpunimi të ndërsjellët mes neve edhe atyreve. Sa i përket asaj vlen të ceket që para disa muajve kemi bë edhe një bashkëpunim tjetër që është i jashtë shtetit, ku kemi udhëtu ne si profesor në shtetin e Kroacisë, më respektivisht në Zagreb, ku kemi lidhur një lloj bashkëpunimi me një shkollë teknike atje, e që ishte një shkollë ku ka fillu si shkollë e optikës, është hapë si shkollë e optikës. Komplet një shkollë është dedikuar. Do me thonë është një shkollë teknike, Ruđera Boškovica quhej, edhe aty do me thonë kemi lidhur një lloj bashkëpunimi që në të ardhmen nuk përjashtohet mundësia e projektit të Erasmusit. Do me thonë shkëmbimi i nxënësve. Po është një projekt madhor që besoj që viteve
të ardhshme besoj që mundemi duhet të perfeksionohet me finesat e veta. A mendon se ky lloj i studimit, ky lloj i mësimit do jetë edhe një metodë shtytëse që fëmijët sa më shumë të kenë pasion ndaj këtyre drejtimeve, sepse jo do t'i jep mundësia të vizitojnë një vend të huaj, të mësojnë edhe nga profesorë të tjerë, në vende ndërkombëtare të cilat padyshim janë të futura edhe në Bashkimin Evropian. Ajo lunë shumë rol, për arsyes që nuk shkon ta perfeksionoj apo ta zhvilloj vetëm drejtimin e vetë të ajo shkollë, po aty njoftohet me shumë aspekte tjera, do të thonë me një gjuhë të huaj, siç është do të thonë gjuha që flitet në Kroaci, mandej ka edhe profile të ndryshme tjera, ku ishte një shkollë shembull e mekatronikës, ku do të thonë njoftohet edhe me drejtime të tjera. Po njoftohet edhe me kulturat të tjera. Do të thonë lunë shumë role të ndryshme tek nxënësit, socializohet shumë më ndryshe se që mundet me u socializu, do të thonë vetëm në vendin e vet. Do të thonë prej atij nxënësi pritet që shumë më shumë të arrijë se sa do të thonë një nxënës që mundet të jetë i mbyllur vetëm brenda kufive të tij. Edhe normalisht që është shumë e rëndësishme ne si shkollë të zhvillojmë këtë lloj bashkëpunime mes shkollave të tjera, ku besoj që do të kemi shumë më shumë bashkëpunime edhe si në Kosovë, si në Shqipëri, edhe në shtete të tjera të Ballkanit. Erasmusi është një proces jashtë mase i modernizuar, ku gjitha shtetet janë të kyçura dhe padyshim ka shkëmbim të nxënësve dhe studentëve. Po, kur jemi te modernizimi, sa u kushtohet rëndësi dhe si investohet në modernizimin e kabineteve dhe padyshim kushteve për mësim? Kemi dëgjuar se keni jashtëzakonisht kushte të mira që i ofroni nxënësve? Modernizimi i pajisjeve është diçka thelbësore që duhet ta bëjë, domethënë, një shkollë sikur ne, që i kemi domethënë, që i kultivojmë ato lloj drejtime vite me radhë. Sa i përket asaj po filloj prej te laboratori i optikës për arsye se veç se më jam aty dhe shoh gjithçka nga afër, ku jemi pajis me disa pajisje automatike për matjen e dioptrisë së syve, për matjen e presionit të syve, për procesin e përpunimit të syzave në mënyrë automatike, ku veç se më do të thonë ato makina kushtojnë kohë, mirë po edhe financa që të bëhen ato, të blihen realisht ato makina, e që është një diçka thelbësore që duhet ta ketë një laboratori optikës. Sa i përket asaj, mandej laboratorët e mjekësisë dhe laboratorët e kimisë, gjithashtu për çdo vit shtohen nga një pajisje të re, ku secili nxënës duhet të ketë shumë më lehtë procesin e arsimimit, apo procesin e zhvillimit gjatë atij drejtimit. Gjithashtu, vitin që e lan pas, nuk vlen të ceket që janë hapur edhe qendra rekreative, apo fusha rekreative, ku është fusha e futbollit, fusha e basketbollit, handbollit, atletik, ku jo vetëm drejtimet profesionale. Po mundohemi që për ato nxënës që edhe pse janë regjistruar tek shkolla e mirë, po ende nuk e kanë gjetë veten, kemi profesorët e sportit që kushtet që i kanë, domethënë disa kushte maksimale me bashkëkohore, mundet që disa nxënës të zhvillohen edhe nëpërmjet sportit, duke gjetë veten në futboll, basketboll, handball, atletike, kështu me radhë. Ku zhvillohen vitin që e lan pas, zhvilluam edhe turnirin e futbollit, ku edhe u shpallën disa fitues, njëri prej fituesve ishin maturantët, që si vjet edhe i përcjellëm ato maturant. Mirë po, desha të them se sporti domethënë është një pjesë thelbësore e nxënësve që për disa nxënës që vetë se më e kanë gjetë veten aty, mirë po nuk kanë se ku të ushtrojnë. Normalisht që qendrat rekreative, fushat rekreative që i kemi, janë me disa kushte bashkëkohore që unë për vete nuk i kam pa në për shkollë. Me këtë që e kuptoj, juve ju ofroni edhe nxënësve dhe aktivitete jashtë mësimore, padyshim mundoheni që mos t'jemi aq serioz, po dime edhe të argëtohemi së bashku, të familiarizohemi dhe t'i ofroni kushte edhe më të volitshme për të zhvilluar mësimin e tyre. Me
Me një fjalë me pas dëshirë ma herët më zgju nga gjumi me shku në shkollë, se e dim se është ajo polemik për të rinë të zgjohen nga gjumi. A vëreni se të rinë sot më shumë po i drejtojnë arsimit profesional, apo ati standardit i gjimnazit të thjesht për dallim nga vite ma herët? Nëse flasim pak me një krasim. Nëse bazohemi tek shifrat edhe tek drejtimet, unë e shoh që për çdo vit që hapen regjistrimet, afatet e regjistrimeve, unë e shoh një interes më shumë se viti i kaluar që kemi pas domethënë nxënës. Domethënë çdo vit shkon rritet. Çdo vit shkon duke u rrit numri për nxënësit që kanë interes tek drejtimet profesionale. Normalisht e kanë pa që drejtimet profesionale ofrojnë shumë ma shumë mundësi se sa drejtimet e përgjithshme. Domethënë secili prej nxënësve tashmë ka nevoja financiare të vetat që t'i plotësojë domethënë ato dëshirat e veta. Edhe e gjejnë veten tek këto drejtime profesionale ku disa e shfrytëzojnë rastin që nuk e vazhdojnë fakultetin apo studimet, mirë po vazhdojnë me zanatin e tij që të punësohet në për pika të ndryshme, pse jo edhe të hapë domethënë biznesin e tij. Domethënë që është një punë shumë më e mirë që e bëjnë disa nxënës ku e zhvillojnë vetveten e tyre në për bizneset të ndryshme që i kanë hapur vetë. Shoh domethënë kjo është arsyeja pse unë mendoj që u ka zgjuar një interes shumë i madh tek nxënësit për drejtimet profesionale. Tash nuk them që fakulteti nuk duhet të kryhet nga ana e nxënësve, për arsye që ajo është diçka thelbësore që duhet ta ketë secili nxënës apo qëllim që duhet ta ketë secili nxënës. Mirë po, pse jo edhe për ato nxënës që nuk dëshirojnë as pak, atëherë kanë një mundësi tjetër që duhet të merren me diçka për karrierën e tyre. Po kërkesat të tregut a ndikojnë atë që të krijoni, se shoh në fillim keni pas më pak paralele, më pak drejtimet, tani edhe më sportin e keni futur. A mendoni se kërkesat e tregut luajnë rol edhe në krijimin e kushteve të reja dhe krijimin e drejtimeve të reja? Pse jo ofrim sa më të gjerë diapazon, sa më të gjerë për njohuritë e nxënësve? Normal që tregu i punës, sa më shumë që hapet, aq më shumë do t'jetë edhe kërkesat që të shtohen paralele të këtyre drejtimeve. Domethënë, nëse kemi një paralele të optikës, edhe zhvillohet tregu i optikave, normalisht që duhet dy paralele me qenë, që të formohen kuadro sa më shumë të nxënësve. Mirë po, besoj që tregu veç se më zhvillohet për çdo ditë, edhe hapen shumë vende të reja të punës, ku ka shumë kërkesa nga afaristët për nxënësit që i përfundojnë këto lloj drejtime. Mirë po unë them edhe një gjë që pak a shumë edhe nuk kemi njohuri nga ajo se çfarë vende të punës hapen, për arsye se nëse kryhet drejtimi teknik i ambientit jetësor, ju veç se atë nxënës mund të punojnë edhe si kontrollor të cilësisë së ajrit, ku ka pika të ndryshme, kontrollor të cilësisë së dhejët, ujit e kështu me radhë. Sigurisht kemi deficit ne shqiptarët. Normalisht që pak a shumë edhe mungon edhe njohuria për këto vende të punës, edhe pse ekzistojnë. Mirë po, me këshilla që japin nxënës edhe ju tregojmë këto lloj vende të punës, unë e shoh edhe një rritje tjetër vit pas viti ku sa i përket asaj, domethënë, të secili drejtim kemi nga një kuadër që është punësu në disa vende të punës, e që deri tash domethënë nuk ka pasur më herët domethënë që të kemi kuadër shqiptar domethënë sa i përket asaj atij vende të punës. Dhe ju krenar sa më ska. Po besoj që është një lloj krenari pak e veçantë sa i përket asaj, për arsye se është një kuadër i jonit që është brumi jonë, që e shohmi duke punu me një vend punës, e pse jo gëzohemi me sukseset e atij që i korë, domethënë, për atë drejtim. Njëkohësisht është edhe suksesi juaj, padyshim. Një marketing, që e tham pak më herët. Përmende se nxënësit të cilët nuk e gjejnë veten këtu munduheni t'i ndihmoni dhe ti orientoni apo ti profilizoni në drejtimet e tyre. Si ndihmoni? Keni bashkëbisedimet me ta, apo i shifni në cilët lëndë janë më të mirë? Cila është metoda që shkolla, apo ju si profesor e shifni potencialin e një nxënësi?
Profesorët përdorin metoda të ndryshme. Pa, duhet të jeni edhe psikolog pak. Profesori prej profesorit dallon. Mirë po, vlen të cejë dhe me thonë ai fakti që momentin që pyetet me nota një nxënës, me thonë si një shembull konkret, momentin që pyetet me nota, pikë së pari duhet të gjendet formula atij nxënëses se si do të pyetet me nota. Me thonë apo do me shkrim apo gojarisht. Për arsye se disa do me thonë që alojnë në pyetjen gojarisht, disa me shkrim. Mirë po duhet të gjehet edhe një formulë që mos të demotivohet nxënësi gjatë pyetjes me nota. Edhe aty do me thonë e vrej nxënësi se për ku është, në bazë notave që i ka edhe në bazë të asaj se çka flitet mes profesorëve dhe mirën mendime për secilin nxënës. Mirë po nuk mungon edhe bashkë bisedimi me nxënësit, për arsye që nxënësit tashmë e shoh që kanë më shumë njohuri se që kemi pasë ne më herët, për arsye se kanë njohuri tashmë veç se zhvillu inteligjenca artificiale dhe disa prej tyre e përdorin inteligjencën artificiale për të marrë këshilla. E kam lexuar këtë si artikull se po përdoret si një psikolog. Edhe normalisht që duke u mundu me i largu nga ana e teknologjisë që të marrin këshilla nëpërmjet teknologjisë, neve bashkëbisedojmë me nxënësit që në mënyrë që edhe të socializohen. Edhe që tregoni që ka kush i dëgjon. Fiks. Ç'ashtu është. Për atë arsye edhe bashkëbisedimi është shumë i rëndësishëm gjatë zhvillimit të atij nxënësi që mirët gjatë 4 viteve me atë lloj drejtimi. E për atë arsye mundoheni të jeni këtu? Mundohemi që për secilin nxënës të jemi të gatshëm për atë çka e kërkon. Profesor, pak më herët përmendet se ekzistojnë shumë profile të cilet nxënësit nuk janë edhe të informuar, apo popullata nuk është e informuar që ekzistojnë. Kjo ndodh edhe për arsye se ndoshta jemi mësuar në atë shablonin e njëjtë, ka shkuar vllau yt në këtë shkollë, do shkosh edhe ti, apo ka shkuar nëna, apo kjo është e përgjithshme. Gjëra të cilat neve ndonjëherë na mungojnë edhe në ndërgjegjësimin e njohurive apo dijen e më të gjerë të njohurive për ta zgjeruar diapazonin ton. Sa luan rol përkrahja e prindërve në përzgjedhjen e duhur të drejtimit shkollor të fëmijëve. A luan rol edhe përkrahja nëse fëmiu dëshiron të ketë një drejtim profesional, ndërsa prindi thotë jo, se nuk e kemi dëgjuar, apo e kundërta, nxënësi do në gjimnaz, ndërsa prindi thotë do shkosh në zanat, sepse prindi yt ka qenë këtu. Sa luan rol edhe kjo marrëdhënie? Luan rol përkrahja e prindërve për një drejtim që e zgjedh fëmia. Mirë po, sa i përket asaj do me thonë, tash në kohën tonë nuk shoh diçka që është do me thonë e imponuar nga ana e prindit. E shoh që secilin nxënës që ka ardhur do me thonë, ka ardhur me prindin e vet që të regjistrohet tek drejtimi që e ka dashur. Do me thonë edhe i kemi pyet do me thonë se a don këtë drejtim apo në këtë drejtim, mbas pikëve që i kemi kalkulu, edhe gjithmonë ka fol do me thonë nxënësi, nuk ka fol prindi. E për atë arsye tashmë e shoh që edhe prindërit janë vetëdijsu nga ana e asaj që fëmia duhet të përkrahet për diçka që zgjedh për karrierën apo për jetën e tij. Pse se nëse nuk e gjen veten aty, është faji i tij. Mirë, po përmes fajit ai do të mësoj. Edhe do ta zgjidhë në drejtim që do të mendohet 2 herë, mandej e zgjedh drejtimin edhe besoj që nuk ka me pas problem. E shoh që imponimi i prindërve gjithmonë nuk ka qenë do me thonë pjesë gjatë këtyre viteve tanishme. Përkundrazi ka qenë një përkrahje shumë e madhe për fëmijën e tij. Ju lumt. Cilin do ta veçoni suksesin më të madh të shkollës? Do shta këtë bashkëpunimin me Kroacinë apo diçka tjetër? Bashkëpunimi është ajo që besoj që e bën shkollën shumë më të njohur si brenda kufive të maqenisë së vjetër, por edhe ndërkombëtarisht është një lloj suksesi në vete. Mirë po kemi shumë lloj suksese tjera ku më ka rastis që secilin do me thonë spitalin shtetëror, spitalin privat, optika të ndryshme, gjithmonë ku kam shku aty, e kam gjetë një ftyrë që e kam pa do me thonë tek shkolla jonë. E për atë arsye, une suksesin më të madhe quj atë, për arsye se ne përgatisim kuadro për ato profile arsimore. Në qoftë se nuk e bëjmë atë, nuk besoj që
kemi arrit sukses si shkollë. Mirë po, përderisa i shohim, do të thonë, fytyrat tona që i kemi ligjeru në për bankat shkollore, edhe ato tashmë i shohim në vendin e punës, na shërbejnë neve, ajo është një lloj suksesi që padyshim nuk ka se çka përshkruhet më tepër rreth kësaj, veç se më ju dëshiroj suksesa atyre nxënësve që janë pranu në për vendet ndryshme të punës. E përmendet të pak më herët se çdo vit pretendoni të bëni diçka të re. Cili është synimi i vitit 2026-2027? Çfarë plane keni për këtë vit? Synimi i vitit 2026-2027 është një synim ku unë për vete kam planifikuar që nëpërmjet tikut apo nëpërmjet inteligjencës artificiale të bëjmë disa projekte të ndryshme me nxënësit sa i përket fushës së optikës, ku do të zhvillojmë, do me thonë, do të krijojmë mikroskope të ndryshme, makina të ndryshme, do të zhvillojmë, do me thonë, lenset që përdoren në përsyza, e për atë arsye edhe do të krijojmë një lloj atraktiviteti tek nxënësit që sa më shumë ta dojë drejtimin që e ka zgjedhur. Po flas sa i përket optikës, tash për drejtimet tjera besoj që profesorët edhe aty nuk qalojnë. Edhe ato dojnë kreativ, sigurisht. I kemi do me thonë faqet në Instagram dhe Facebook, aty do me thonë kemi aktivitetet të ndryshme që bëjmë gati se për çdo javë, ka 2 herë në javë, i shtyjmë nxënësit që të bëjnë diçka tjetër përpos mësimit, ku kemi edhe profesoreshat dhe profesorët që janë shumë të angazhuar sa i përket këtij aspekti të atraktivitetit të nxënësve. Dhe në fund dua një mesazh për të gjithë nxënësit të cilët nuk kanë vendosur ende dhe prindërit e tyre, pse të regjistrohemi te Maria Curie Skłodowska. Mesazhi është i qartë, zgjedhni drejtime që do t'ju sjellin suksese pas 4 viteve, për arsye se deri tash sa fola, besoj që është shikuesit, edhe ato që ende nuk janë regjistru, besoj që kanë mund me pa paka shumë emisionin. Normalisht që mesazhi mbetet zgjedhni drejtime që ju mendoni se do t'ju sjellin sukses në 4 vitet e ardhshme, edhe për atë arsye juve duhet të drejtoni tek shkolla jo. Atëherë, nxënës, ju që keni ende keni në hamendje, po numri nuk është shumë i madh i cili ka mbetur, sepse ata të cilët ishin të sigurt e morën dhe e siguruan vendin e tyre te kjo shkollë e mesme dhe shumë profesioniste e cila sjell jashtëzakonisht shumë mundësi të reja për ju, e keni mundësinë të regjistroheni në shkollën Maria Curie Skłodowska dhe të futeni në Instagramin apo Facebookun e tyre, apo vetëm edhe të vizitoni deri tek objekti i shkollës së tyre, të informoheni mund për mundësinë e juaj për të zgjeruar diapazonin e dijes tuaj, këtu e keni mundësinë. Profesor, faleminderit edhe njerë që ishe pjesë e emisionit tonë, jashtëzakonisht ju urojmë shumë suksese, ne padyshim do jemi këtu për t'i shënuar dhe për t'i kremtuar gjitha arritjet tuaja të radhës, edhe si shkollë, po edhe si drejtim i oftalmologjisë apo optikës, dhe padyshim ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Miq të dashur, dal nga dal edhe i erdhi fundi emisionit tonë, ne këtu po përshëndetemi, ishin këto 120 minuta drejt për së drejti nga servisi publik i gjuhës shqipe, nga TVM2 me emisionin Ritmi i ditës, ku ne u munduam që të sjellim materiale të shumta, informacione të ndryshme, ngjyra të bukura në emisionin tonë për të gjithë ata që janë besnik dhe na ndjekin çdo ditë nga e hëna deri ditën e premte, nga ora 8 deri në ora 10. Padyshim është ditë e premte, ju uroj gjithëve një vikend të bukur, një vikend shumë të dashur, me shumë dashuri dhe energji pozitive. Ajo që gjithmonë mundohemi të themi është të punojmë me veten, të kemi një mirëqenie të shëndosh, sepse në fund të ditës gjëja më e rëndësishme në botë është vetëm vetja ynë dhe një mirëqenie shumë e shëndoshë jona. Kur të jemi mirë me veten, jemi mirë me të tjerët, dhe kur e duam veten, na duan edhe të tjerët. Unë juftoj të na ndiqni ditën e hënë nga ora 8 me kolegen time Rejhanen, me surpriza tjera që i ka përgatitur ekipi ynë dhe padyshim me mysafirët tanë special. Deri të hëna mirëmbëjtje dhe miru takofshim.